Shiko. Nuk e thot. Nëse ne nuk ndërhyjm, i bie që ne po i lëm Kastile me uzon. Ka lidhje. O dalim nga emisioni edhe ta bëjmë tek e tek. Në media. Ka lidhje pra se i bie që neve në media kombëtare. Na gjykojnë njerëz sot këtu. Sot në këtë thuaj pra, se the një gënjeshtër tjetër. Thuaj çfarë viti? Thuaj tani në të gjitha vitet. Vjet. Gjatë gjithë karrierës time si oficer policie. Kur? Në 94. Shkoj pyet ato shok tu që i keni marrë. Kur pra? Shkoj pyeti. Kur pra? Shkoj pyete. Kur pra? Shkoj pyete ish kryetarin e bashkisë. Kur? Shko ta tregon. Kur pra kur? Meqense se shko ta. Kur mos e Belerin e ke pas greqim. Po, shko. Gënjeshtar, Beleri ka qenë greqim deri në 2011. I ke pyete Jorgo Goron deri në 2011. Ka bërë masakrën e Peshkëpisë. Po e pyete ti o. Ka bërë masakrën e Peshkëpisë e ka vajt pranë Greqi. Dhe ti gënjen. Po, sepse kështu vepron lufta hibride e agjenturave tuaja. E niste me agenturën serbe për udove të agentura greke. Nëse ti e agent, vazhdo dhe bjeri kësaj. Paturpsi e medjeve kombëtare dhe paturpsi e PD-s. Paturpsi e PD-s që ka mbledhur gjithë luftën hibride anti-shqiptare rreth vetes. Tu të bësh zhurmusin, sepse ti se njeh Kosovën fare. Ti ke shkuar par dje ti atje në përfitorin e pavarësisë dhe po na tregon që njeh Kosovën. Igore. E njeh këti. Unë kam qenë këtu me drejtuesit, këtu në këtë emision, publikisht. Publikisht kam qenë. Se ke gënyer, se kam konfirmuar nga UVL UÇK-ja që s'ke qenë. Ka qenë këtu edhe me organizatorët e protestës. Historia me diversat. Historia me agent nuk na shko tani se e ulëm fare debatin, e kupton. Ne kemi kaluar komunizmin. Diversant, o Ardit, po të lutem më burr. Në media jo se o Ardit, lutem më burr, o Ardit, po jam xhenuin interessisht. Edhe herë. Mund ta akuzoj zotin për agent e për agentura. Po leje buzova për tezat. Po nuk shkon më shumë. Dëgjosh tezat. Po nuk shkon më shumë Ardit. Ardit do tallen njerëzit më burr. Kam seriozisht. Do tallen njerëzit. Sa të duan. Po do tallen është ti thua agent ti, po seriozisht e ke ti. Në sytë nuk thash agent. Po ti the agent argentur. Tezat e agenturës. Po tezat diskutojnë. Tezat e agenturës. Nëse ti e bërë kompromis me veten, që se besoj se e ke bërë, që të rish të gjosh tezat e agenturës serbe, mos i bësh të ditura publiku që janë tezat e agenturës serbe, këtë kompromisu se bëj. Gjallë në botë. Gjallë në botë. Sotri, a mund të bëjmë një kompromis? Gjallë në botë. Shqiptarë nuk mund të dëgjojnë nga media shqiptare ato që media serbe thonë gjithë ditën. Nuk bësh i madh duke luajtur me fjalën. Sepse po gënjen nga ditë. Po gënjen. Tezat, se kam përmendur asnjë vend të agjenturës serbe. Ato të cilat janë përdorur dhe nga prokuroria speciale. U dëgjuan këtu. Ti kërkon të tërheqësh vëmendjen e opinionit publik se po thua një të vërtetë ti po gënjen. Cilën të vërtetë? Jo zotri. Jo zotri. Unë kam thënë. Ti feq pas ke vajtur të arrestosh Belerin. Jo zotri, jo. Unë kam thënë prej më shumë. Marcela. Jo. Ju kam kërkuar, ju jam lutur më shumë se çfarë. Ai ka lutur me fjalën time dhe e ka keq interpretuar. Unë kam thënë. Po, 30 sekonda për ta sqaruar dhe të fundit nuk ka diskutim më njëri. Ta mësoj opinioni publik të vërtetën që ka dalë nga zemra ime dhe nga goja ime. Kam thënë respekte maksimale për të gjithë drejtuesit e UÇK-s. Nder dhe lavdi për ata të vdekurit dhe ata që janë në burg. E ke thënë dhe kur ke qenë këtu me përfaqësuesit e UÇK-s, është e vërtetë. Dhe kam thënë, nëse jam gati unë sot, nëse një ditë burg dënohet Hashim Thaçi dhe 4 drejtuesit e UÇK-s, një ditë ose 10 vjet jam gati unë të shkoj t'i bëjnë vend të tyre për kontributin për lirinë. Por nëse, kam thënë, vërtetohet qoftë edhe një nga dëshmit e luftës brenda shqiptarëve, vetëm për kundërshti politike, Zoti i mëshiroft kam thënë. E kam thënë ligjërat drejt, Zoti i mëshiroft. As si kam bërë fajtor. Erdhi Farku krijua UÇK-ja për të bërë me Farkun. Jo, se kam thënë Farkun. Unë se kam përmend ti po e përmend. Se nuk kemi më. Ti po e përmend Farkun. Ti e them ose the, po Farkun se kam përmend fare. Ti the UÇK-ja që krijoi Rugova. Rugova ka krijuar Farkun.